Përshëndetje dhe mirëmëngjes së pari dhe përshëndetje të dashur akrepër. Do bëjmë një mesazh për ju dhe të shohim cili është mesazhi i Hermit. Është dietarja apo urtësia vetë. Kjo letër pasqyron në fakt vetminë të vetëdijshme. Kur them ashtu, duhet të tërhiqeni pakës me çfarëdo lloj dinamike që jeni duke punuar, menduar, vepruar, të tërhiqeni pakës dhe të reflektoni. Secili reflekton në mënyrën e vet. Një reflektim për të kërkuar brenda vetes. Çfarë jam duke bërë? Ku po më çon kjo? Si duhet vazhdoj? Çfarë duhet të pretendoj? Unë tani po jap kohë, pyetje kështu vetes, por që në përgjithësi çfarë është ajo ku jeni, të shikoni një herë, të rishikoni rrugën ku jeni nisur, deri ku keni arritur dhe çfarë më tutje. Në praktikë në kupton në fakt një pauzë nga të tjerët për të kuptuar çfarë vërtet dëshiron. Është ajo që dua, është kështu mënyra e të menduarit, vepruarit, apo dhe është edhe të dëshiruar diçka të dashur. Këtu është mos kërkoni miratimin, absolutisht kjo është urtësia vet. Keni mundësi me pa ndihmën e askujt të gjeni atë vërtet që dëshironi. Është një lloj reflektimi, një lloj meditimi, të tërhiqeni pak, nuk po them të ndani nga bota, për një moment të shkurtër dhe të rishikoni gjërat. Nga që kur lodhemi, duke dhënë të tjerëve, duke qenë aty për të tjerët, është sikur pa kohë të rikthejmë vëmendjen tek vetja jonë, të dashur akrepi, sido që të jetë situata juaj. Një pauzë të vogël, një tërheqje të vogël për të rishikuar gjërat dhe do ta keni të qartë, pa ndihmën time.